Mund të them se raporti i finalizuar, i paraqitur me 2 shkurt dhe i rishqyrtuar shumë herë, i karakterizuar gjithashtu nga anullimi i konferencës ndërqeveritare në pozicionet e përbashkëta që paraqet me 21 maj, ka pasqyruar me vërtetësi problematikat madhore të regjimit të Edi Ramës. Dhe se pas këtij raporti, Shqipëria në raport me kriteret standardet e integrimit në Bashkimin Evropian është një vend krejtësisht tjetër. Është fatkeqësi e madhe kur mediat në vend që të mbajnë anën e qytetarëve, anën e vendit tyre dhe interesave jetike të vendit tyre dhe qytetarëve tyre, mbajnë anën e kreut të Meduzës, organizatës ti kriminale, duke mashtruar qytetarët për këtë raport. Tani, pikërisht për këtë qëllim, është paraqitur këtu në këtë tabelë. Kjo është matrice në të cilën krahasohen paragraf për paragraf. Krahasohen paragraf për paragraf. Raporti siç ishte, siç u paraqit nga komisioni në shkurt të 2026-ës, në raportin siç u miratue nga Koela në maj, me 21 maj të vitit 2026 dhe që u dërguar Koreper Këshillit